Brenda shtëpisë së Big Brother, çdo rrëfim personal merr një peshë tjetër. Kamerat janë gjithmonë aty, por ka momente kur banorët harrojnë lojën dhe flasin thjesht si njerëz. Një prej atyre momenteve ishte biseda 20 minutëshe mes Albës dhe Hygertës, një bisedë e qetë, e sinqertë dhe e mbushur me emocione të vërteta. Alba e nisi rrëfimin pa nxitim. Zëri i saj ishte i butë, por fjalët të menduara mirë. Ajo i tregoi Hygertës se Bjani kishte qenë i dashuri i saj përpara se ajo të njihte Limin. Ishte një lidhje e kaluar, një histori që kishte lënë gjurmë, por që ajo e kishte mbyllur shumë kohë më parë. Me Bjanin kishte ndarë ndjenja, momente të bukura, por edhe zhgënjime. Ishte një dashuri që nuk funksionoi, jo sepse munguan ndjenjat, por sepse jeta i çoi në drejtime të ndryshme. Hygerta e dëgjonte me kujdes, pa gjykim. Alba e bëri të qartë se kjo histori i përkiste së shkuarës dhe se nuk kishte asnjë pishman. Ajo tha se çdo përvojë e ka ndërtuar si njeri dhe e ka ndihmuar të kuptojë më mirë veten dhe çfarë kërkon nga një marrëdhënie, por biseda nuk mbaroi aty. Pas një pauze të shkurtër, Alba foli për Limin. Toni i saj ndryshoi. Zëri i u mbush me emocione dhe sytë i shkëlqyen lehtë. Ajo pranoi se, pavarësisht gjithçkaje që ka ndodhur, ajo ende ka ndjenja për Limin. Nuk ishte diçka që e thoshte për lojë apo për kamera, por diçka që e ndjente thellë. Alba shpjegoi se me Limin kishte përjetuar një lidhje ndryshe. Jo perfekte, jo pa probleme, por reale. Ai kishte qenë një person që e kishte kuptuar, që e kishte bërë të ndihej e sigurt dhe e vlerësuar. Edhe pse rrugët e tyre u ndan, ndjenjat nuk u shuan plotësisht. Ka gjëra që nuk mbyllen me një vendim, tha ajo, disa ndjenja thjesht mbeten. Hygerta e pyeti me delikatesë nëse kjo e bënte Albën të ndihej e dobët brenda lojës. Alba u përgjigj me qetësi se jo. Përkundrazi, ajo e shite sinqeritetin si forcë. Ajo tha se nuk ka turp të pranoj se ende mban diçka në zemër për Limin, sepse kjo tregon se ka dashur vërtet. Këto 20 minuta u kthyen në një nga momentet më njerëzore brenda shtëpisë së Big Brother. Jo strategji, jo debate, por ndjenja të pastra. Alba u ndje më e lehtësuar pasi foli, ndërsa Hygerta e përqafoi në heshtje, si shenjë mirëkuptimi. Në fund, kjo bisedë tregoi një anë tjetër të Albës, një vajzë e ndjeshme, e sinqertë, që nuk i mohon emocionet e saj, as të shkuarën dhe as ndjenjat që ende i rrahin në zemër për Limin. Dhe pikërisht këto momente e bëjnë Big Brother më shumë se një lojë, e bëjnë një pasqyrë të shpirtit njerëzor. Mëngjesi erdhi ndryshe atë ditë, jo me zhurmë, jo me tension, jo me zëra të ngritur. Erdhi i butë, i qetë, pothuaj i pavend pas gjithë asaj që kishte ndodhur netëve të mëparshme. Shtëpia e Big Brother Kosova dukej sikur po merrte frymë për herë të parë pas një kohe të gjallë. Dritat e diellit hynin ngadalë nga dritaret, duke prekur muret, dyshemet dhe fytyrat e lodhura të banorëve. Alba ishte zgjuar herët, nuk kishte fjetur shumë. Mendimet i kishin qëndruar zgjuar më gjatë se trupi. Por ndryshe nga netët e tjera, ajo nuk ndihej e rënduar. Kishte ende dhimbje, kishte ende pasiguri, por kishte edhe diçka tjetër, një ndjenjë qetësie të brisht. Sikur stuhia kishte kaluar dhe tani po shiheshin pasojat. Limi u shfaq pak më vonë, nuk foli menjëherë. As ajo. Ata u pan. Një shikim i thjesht, pa fjalë, pa sqarime. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, ai shikim nuk ishte i mbushur me frikë apo mbrojtje. Ishte i sinqertë, i lodhur. I vërtet, ishte Limi ai që bëri hapin e parë, po vi, i tha thjesht, sikur të mos kishte nevojë për shpjegim. Alba nuk pyeti. Vetëm u ngrit, vaska ishte e mbushur me ujë të ngrohtë. Avulli ngrihej lehtë, duke krijuar një ndjenjë izolimi nga pjesa tjetër e shtëpisë. Sikur aty brenda, për disa minuta, nuk kishte kamera, nuk kishte publik, nuk kishte histori të mëparshme. Vetëm dy njerëz dhe një moment, ata u ulën ngadalë, secili me nga një gotë vere në dorë. Jo për fesë, jo për show, por si një ritual i vogël qetësie, si një mënyrë për t'i thënë vetes, le ta marrim këtë moment pa e shkatëruar. Uji i ngrohtë ja relaksoi shpatullat Albës. Ajo mbylli sytë për pak sekonda. Fryma ju thellua. Trupi, që prej ditësh kishte qenë i tendosur, më në fund po lirohej. Limi e vështroi në heshtje, ai e shite ndryshe tani. Jo si vajzën e fortë që shpërthen. Jo si figurën e debatit. Por si njeriun që kishte kaluar shumë, ndoshta më shumë se sa ai kishte qenë gati ta pranonte. Nuk kam ditë me u sill, tha ai më në fund.
Me zë të ullët, jo gjithmonë. Alba nuk u kthye menjëherë nga ai, e di, tha ajo, edhe unë nuk kam ditë gjithmonë. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin të vërtetë. Jo fajsimi. Jo justifikimi. Pranimi, ata pinë nga gotat e tyre, nga dalë. Nuk kishte nxitim. Vera nuk ishte për t'u pirë shpejt, por për t'u shijuar. Ashtu si ai moment. Sepse të dy e dinin që jashtë asaj vaska, realiteti do t'i priste sërish, këtu, tha Alba, duke parë avullin që ngrihej, këtu brenda duket sikur gjithçka ndalet. Po, u përgjigj Limi, po s'ndalet vërtet. Ajo buzëqeshi lehtë, jo, tha, po ndoshta mjafton që ndalet pak. Ai e kuptoi çfarë donte të thoshte. Nuk po kërkonte premtime. Nuk po kërkonte garanci. Po kërkonte vetëm ndershmëri në atë çast, u i lëvizte lehtë rreth tyre. Asnjëri nuk po e prekte tjetrin. Dhe megjithatë, afërsia ishte e fortë. Ndonjëherë, afërsia më e madhe nuk vjen nga kontakti, por nga siguria që nuk po ikën, kam pas frikë, tha Limi, frikë me fol. Frikë me zgjedh. Kjo frikë, ja ktheu Alba, më ka lëndu ma shumë se çdo fjalë. Ai uli kokën, e di. Heshtje, një heshtje që nuk ishte e sikletshme. Ishte e nevojshme. Një heshtje që lejon fjalët të vendosen, të marrin kuptim. Alba ngriti gotën lehtë, për qetësinë, tha ajo, edhe nëse zgjat pak. Limi ngriti gotën e tij. Për sinqeritetin, tha, edhe kur është i vështirë. Gotat u prekën lehtë. Nuk pati tingull të fortë. Vetëm një shenjë e vogël se ishin në të njëjtin moment, në atë mëngjes, ata nuk zgjidhen gjithçka. Nuk vendosën për të ardhmen. Nuk fshin të kaluarën. Por bën diçka më të rrallë, ndalen në Big Brother Kosova, ku gjithçka është garë, strategji dhe reagim i shpejt, ndalimi është luks. Dhe ata e morën atë luks për disa minuta, kur dolën nga vaska, shtëpia ishte ende aty. Kamerat po regjistronin. Publiku po shihte. Por diçka kishte ndryshuar, jo në lojë, në ta, sepse ndonjëherë nuk të duhet një debat për ta kuptuar tjetrin. Të duhet vetëm një mëngjes i qetë, një gotë verë dhe guximi për të qëndruar. Pas zarfit të zi, shtëpia nuk ishte më e njëjta. Nuk ishte vetëm për shkak të ndëshkimit, por sepse diçka ishte thyer përfundimisht. Të gjithë flisnin më pak, shikonin më shumë dhe mendonin dy herë para se të hapnin gojen. Çdo hap dukej sikur jehonte më fort se zakonisht. Çdo fjalë kishte peshë, Limi ishte ulur në një cep të oborrit, i menduar, me shikimin diku larg. Nuk ishte më ai Limi i qetë që mundohej t'i kalonte gjërat me humor. Tani dukej i ngarkuar, sikur mbi supe i kishin rënë të gjitha pasojat e zgjedhjeve të tij, bija ju afrua ngadalë, nuk e bëri me nerva. Nuk e bëri me zë të lartë. U ul pranë tij, me një qetësi që dukej e sforcuar. Por e vendosur. Ajo e dinte se kjo bisedë duhej bërë. Jo për kamerat. Jo për publikun. Por për ta mbyllur diçka që kishte nisur gabim, Limi, tha ajo, me zë të ulët, nuk ka nevojë me e bë kaq të madhe. Ai e ktheu kokën nga ajo. Syt i kishte të lodhur, plot dyshim dhe peshë. Nuk foli menjëherë, ne kemi fjetë disa herë bashkë, vazhdoi bija, pa dramatizuar, nuk është diçka që s'ka ndodhur më parë. Fjalët e saj ranë qetë, por goditën fort. Jo për shkak të përmbajtjes, por për shkak të mënyrës si u thanë, sikur gjithçka ishte normale, sikur ajo që kishte ndodhur ishte thjesht një fakt, jo një problem. Limi u mbështet mbrapa dhe pshërti u thellë. Po e shikon çfarë po ndodh. Tha ai, gjithçka ka dalë jashtë kontrollit. Bija e pa drejt në sy, sepse po flitet shumë, i tha, sepse po i tregon gjithkujt. Nuk ka nevojë. Ai ngriti vetullat lehtë, si mos me fol. U përgjigj ai, gjithë shtëpia e di tash. Po jo prej teje duhet me dal, ja ktheu ajo menjëherë, ajo që ndodhi, ndodhi. Kam mbaru. Nuk ka pse me u rrotullu në për shtëpi si tem. Në zërin e saj nuk kishte ndjenjë. Kishte kontroll. Dhe pikërisht kjo e bëri bisedën edhe më të ftohtë. Limi heshti për disa sekonda. Brenda tij, gjithçka ishte rrëmuj. Ai e kuptonte se bija po fliste nga një vend mbrojtjeje, nga dëshira për ta minimizuar situatën. Por ai nuk mundej më ta bënte këtë. Jo pas asaj nate. Jo pas asaj dhune. Jo pas asaj që Alba kishte kaluar, nuk është kaq e thjeshtë, tha ai më në fund, për ty ndoshta po. Për mua jo.
Bia u shtang për një moment, çka do me thanë kjo? E pyeti, do me thanë që për ty ka qenë diçka që ndodhi, u përgjigj ai, për ditë tjetër ka qenë shumë më tepër. Ajo uli shikimin për pak qaste, pastaj e ngriti sërish, unë nuk jam fajtore për reagimin e saj, tha Bia, as për mënyrën si e përjeton ajo. Jo, ja ktheu Limi, por unë jam përgjegjës për paqartësinë time. Dhe kjo po më ndjek. Biseda u bë më e rëndë. Jo nga zërat, por nga kuptimi. Nuk duhet me i tregu gjithkujt, përsëriti Bia, ka gjëra që mbesin mes dy njerëzve. Po kur ato gjëra prekin edhe të tjerë. Pyeti ai, kur bëhen shkak për dhimbje, për dhunë, për zarfa të zinj? Ajo nuk kishte përgjigje të menjëhershme. Në atë moment, të dy e kuptuan se po flisnin nga dy vende krejtësisht të ndryshme. Për Bian ishte çështje kontrolli dhe imazhi. Për Limin ishte çështje përgjegjësie dhe ndërgjegjeje. Ajo që ndodhi, tha Bia edhe një herë, më but tani, nuk mund ta ndryshojmë. Jo, u përgjigj ai, por mund ta pranojmë. Kjo fjali i dha fund bisedës, ata u ngritën pa shumë fjalë. Nuk kishte armiqësi të hapur, por kishte një distancë të re. Një vijë që ishte tërhequr qartë mes tyre, dhe në atë shtëpi, ku gjithçka shihet dhe asgjë nuk harrohet, kjo bisedë e qetë kishte po aq peshë sa një debat me zë të lartë, sepse ndonjëherë gjërat më të rënda thuhen pa bërtitur.